Vrasja e 49 vjeçarit Jani Alia i Brandenburgut të sigurisë së lartë në Korydallo të Greqisë ka marrë një kthes të re, ndërsa grupi hetimor ka ngritur dyshime të forta se autori i krimit mund të jetë Giuliano Halili, 44 vjeç nga Tepelena, i dënuar me burgim të përjetshëm. Halili ndodhej në të njëjtin sektor me viktimën dhe në qeli pranë tij. Ai rezultoni plagosur gjatë ngjarjes, çka ka shtuar dyshimet se ka qenë i përfshirë drejt për drejt në vrasje. Fillimisht përgjegjësinë për krim e mori përsipër një i burgosur grek, i cili ju dorëzua policisë duke deklaruar se ishte autori. Megjithatë, autoritetet kanë vënë re se në trupin e tij nuk ka shenja për leshje, ndërsa i vetmi i dëmtuar fizikisht në vendngjarje ishte Giuliano Halili. Dyshohet se brenda komunitetit të burgjeve është përfolur që në orët e para se Halili është autori i vërtet, ndërsa i burgosuri grek dyshohet se është kërcënuar ose paguar për të marrë fajin. Këto indicje kanë shtyrë policinë greke të hetojë pistën e manipulimit të dëshmisë.